Mitrovica e Veriut nuk do që t'jetë më pjesë e shtëpisë së madhe të komunave të Kosovës. Asamblea Komunale të premten vendosi me shumicë votash që t'largohet nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ky vendim u tha se po mirret në të mirë të serbëve. Ne jemi të përzgjedhur nga qytetarët dhe jemi këtu për të punuar për interesat e qytetarëve dhe këtë do ta bëjmë pavarësisht presioneve. Megjithatë, arsyetimi se kjo po bëhet për serbët u kundërshtua ashpër nga asamblisja shqiptare Aida Ferrati Doli, e cila u bëri me dije kolegëve serb se dalja nga asociacioni vetëm se i dëmton qytetarët. Kërkoni të dilni nga asociacioni i komunave për arsye që unë nuk e di realisht a e dini jo ç'është funksionon që ky asociacion. A e dini sa të mirat i merr kjo komunë për këtij asociacioni. A e dini sa trajnimet, sa çështjet të cilat kur i merr komuna si komunë si ekzekutiv që i merr, rrjedhimisht këtë e pranojnë edhe qytetarët. Apo kuptoni, ju nuk e keni për qytetarët, ju e keni këtë çështje politike. Krahas Mitrovicës së Veriut, të njëjtën vendim e mori edhe Asamblea Komunale në Zubin Potok e në Leposavić. Edhe këto komuna veriore vendosën që të dalin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Një vendim i tillë ishte marrë dhe më herët nga komunat veriore, por që Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e kishte rrëzuar vendimin. Të 4 komunat Matan Lumi Tibër u bën pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës verën e vitit 2023, kur udhëheqjen e kishin kryetarët shqiptar.